dhe po flas tani profesionalisht, nuk po flas si drejtuese institucioni. Është një situatë e cila as nuk parashikohet, as nuk parandalohet. Flas për çarjen e shpretkës. Po e them kështu, mjekët me siguri shajnë në këtë moment, se i thonë rupturë e lienit, po që... Jo, për ta bërë më thjesht për publikun, sepse jo, janë terma që nuk... është e paparandalueshme, e paparashikueshme dhe në 99.99% të rasteve e pa diagnostikueshme dhe i vjet diagnoza post-operatore. Pas operacionit, në qoftë se hapet rastësisht për një hemoragji të brendshme, shikohet se nga është origjina. Dhe sidomos tek gratë shtatzana. Te gratë shtatzana është akoma më e vështirë për të diagnostikuar, sepse volumi, mitra zë pjesën më të madhe të volumit të barkut, sidomos në rastin e të ndjerës e cila ishte në fund të shtatzanis, kështu që ishte mitra zë komplet hapësirën e barkut, dhe ka dhe një fakt tjetër, që mjekët obstetër ginekolog praktikisht bëjnë ekografi, po bëjnë ekografi të themi për të parë mitrën, bebin, vezoret, por për pjesën e barkut ose ekoabdominale nuk është se janë kompetentit, të themi... Kush duhet ta bëjë këtë? Jo, ka mjek që bëjnë, ka mjek të specializuar për ekografi abdominale, është specialitet më vete. Jo, në të njëjtin institucion, në maternitet bëhet fjalë? Jo. Ndodhet në qendrën... Tek smundjet e përgjithshme, tek smundjet interne, smundjet e brendshme, ka mjek që merren vetëm ekografi, që shikojnë veshkat, mëlçinë. Tek ne, specializimi është për mitër, beb, vezore, dhe ajo që është sfera e jonë. Megjithatë, tek një grua shtatzan, edhe një mjek, po kaq i specializuar vetëm për ekografi abdominale, do e kishte të vështirë ta diagnostikonte flas në fillim. Se pastaj kur shfaqet klinika hapur, është tjetër gjë. Kështu që ky është një kuadër klinik që ndodh 1 në 1 milion në gratë shtatzana, është shumë i rrallë, dhe sidomos të themi i ndodhur në mënyrë spontane është akoma më i rrallë. Sepse në pjesën më të madhe të rasteve është si pasojë e traumës. Në rastin konkret ne nuk dim të jetë pësuar në një traumë apo jo, këtë s'dit ta them, por që të jetë spontane pastaj është përqindja akoma më e ulët se sa 1 në 1 milion. Spontane do të në kuptimin që në moment kur... Pa dashje, pa pritur e pa pandyrë, të themi të ndodhi si të të plasi stomaku duke ndejtur apo këtë? Gjë që është shumë e vështirë për shpretkën, sepse ka një kapsul, ka një... Ka tjetër strukturë. Por ndodhe dhe spontanisht ndodhë, por në raste shumë të ralla.